Kush ishin arianët? Sot do t'ju tregoj diçka në ekskluzive, vetëm për ju, dhe do të dëshiroja diçka nëse është e mundur. Jo vetëm ta dëgjoni deri në fund me shumë kujdes sepse është për të mirën e të gjithëve, sepse ka të bëjë direkt me ju, por njëkohësisht ta shpërndani këtë informacion sa më shumë. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqe si të shihemi sërish, do ju falenderoj shqipe që jemi prerë bashkë. Sinqerisht faleminderit. Arianët, Harian. E dini se çfarë është? As që nuk e ka ide një pjesë e madhe e njerëzve, sepse gjithë historia e njerëzimit është shkruar ashtu siç ka dashur qejfi njerëzve. Në vitin 1941, gjermanët dërguan një grup ekspertësh në gjithë botën për të kërkuar gjurmë të racës së përzgjedhur, pra të arianëve. Dhe ata nuk e dinin se me se po përballeshin, sepse mendonin se ishte vetëm një legjend metropolitane. Por ata zbuluan në zonat e Irakut, zbuluan diçka që nuk ja u priste mendja. Sepse aty zbuluan në pllakat sumere që arianët ishte raca e parë e ardhur në këtë planet, ose raca e parë e përzgjedhur. Në gjuhën e vjetër të tyre, në pllaka, thuhet që këta, pra Arihan, janë të zgjedhurit që vinin nga qielli. Pra të përzgjedhurit që vinin nga qielli, ose më mirë të pastërtit, ose të mirët. Disa prej tyre thonë që, pra të këtyre studiuesve, thonë që këta ishin të pastërtët sepse, sipas gjasave, ishte raca e bardhë që zbriti nga qielli. Pra ajo racë që sipas gjasave është protolingua kjo, pra protogjuha e sumerve, protogjuha sumeriane, që flitet për arianët. Dhe arianët ishin raca e parë, si zbulimeve që bën gjermanët, raca e parë të pllakave të shkruara, nuk është se u gjendën kështu. Por ishin ata që modifikuan njeriun. Pra, sipas disa konspiracionistëve, ekzistonte një njeri në planetin Tokë. Mirë po, ishte një njeri i quajtur Neandertal, që shumë prej jush e kanë dëgjuar. Dhe Neandertali ishte mes majmunit dhe njeriut. Dhe tregohet që dikush tjetër përpara tyre kishte bërë një ndërhyrje. Mirë po, nuk ishin arianët. Arianët e quan në maksimum, pra e transformuan njeriun në Homo sapiens, atë që njohim sot. Pra nga njeriun bipede, ose me dy këmbë që vetëm este, që ishte ky Neandertali, e transformuan në një njeri të zhvilluar. Është ai momenti i hallkës që mungon. Dhe duhet të dini që në atë periudhë, pra në periudhën sepse koincidojnë këto gjërat, përkojnë në mënyrë perfekte, sepse për shembull, në atë kohë Neandertalët u zhdukën në një periudhë shumë të shkurtër, rreth 30.000 vjet. Pra brenda 30.000 vjetëve, 25-30.000 vjetëve, Neandertalët u zhdukën. Tani, pse po flasim për racën ariane? Dëgjojeni deri në fund, për të mirën tuaj. Dhe Hitleri nuk ndaloi aty, sepse donte të kuptonte më shumë për sa i përket harianëve dhe kush ishin arianët, sepse në radhë të parë ai e dinte që vetë Hitleri, pra raca e bardhë, ishte ndryshe nga raca tjetër, pra ajo që dominonte në atë kohë, pra dominonte tokën në numër, por jo dominonte tokën, që ishin raca me ngjyrë. Dhe ai vazhdoi ende kërkimet. Merreni me mend, shpenzuan miliarda kudo që shkonin gjermanët për të zbuluar sekrete të botës së hershme. Dhe shkuan edhe në Shqipëri, shkuan edhe në Maqedoni, edhe në Maltëzi, shkuan edhe në Kosovë, gjithandej shkuan. Bile tregohet që në Kosovë kanë gjetur disa reperte, disa amfora, disa gjëra mjaft antike, që sipas gjasave përkojnë edhe këto me ato histori që ka treguar Osman Haxhish. Nëse keni parë emisionin Enigma, Osman Haxhish është ai që ka zbuluar piramidat ilire, që thoshte ai, në Visoko. Dhe sipas gjasave, këto piramida janë ndërtuar rreth 30.000 vite më parë. Të njëjtën gjë që zbuloi edhe Hitleri. Pra Hitleri zbuloi disa materiale, disa gjëra në Kosovë, pra në zonën e Kosovës, që i përkasin një epoke 30.000 vjet më parë.
dhe nuk mundeshin që të ndërtoheshin gjëra të tilla, të krijoheshin gjëra të tilla 30.000 vjet më parë, nëse njeriu jetonte ende në përguva. Pra disa pjesë metalike që metali, siç ne e dim, lindi para viteve, me fjalë nga vitet 3100, 3000 duke filluar tani. Pra rreth 3000 vite më parë. Dhe si është e mundur që 30.000 vite më parë të kishte këtë metal që ata gjetën në Kosovë. Po le të themi që këto janë teori konspirative, të vazhdoj më tej. Duke kërkuar, ata shkuan në kontinentin e akullt, në Antarktid, dhe aty zbuluan një diçka tjetër akoma më të madhe. Aty ishin zbuluan atë që ne sot, shkenca e sotme, ka zbuluar që aty kanë jetuar njerëz. Pra në Antarktid, siç e dini, kanë gjetur dru, kanë gjetur ndërtime prej druri. Kjo do të thotë që dikur ai planet ka qenë, pra ai kontinent, ka qenë i jetuar nga njerëz. Dhe ne mendonim, dhe kemi mësuar dhe kemi akoma ende në për libra, vazhdon akoma të mësohet kështu, që në Atlantid nuk ka patur jetë, sepse është një kontinent i akullt, ashtu siç edhe në sipër në Alaskë. Mirë po, aty zbuluan që jo vetëm ka patur ndërtime, por ka patur edhe civilizime. Dhe civilizimi që kanë zbuluar aty është pothuaj i njëjtë me Harianët. Por këta nuk quheshin Harian, por këta quheshin Aztan. Dhe Aztanët, nëse keni dëgjuar dhe nëpër këto shkrimet e dhe në këto shkrime që kemi gjetur deri tani për Aztanët, janë të njëjtët me figurat që flitet për sa i përket Arianëve, para Harianëve, racën e përzgjedhur. Dhe nga aty ata zbuluan se si kishte ndodhur, pra sipas gjermanëve, se si ka ndodhur zhvillimi i njeriut. Me pak fjalë, ata thonë që diku u modifikua. Pra njeriu u modifikua nga njeriu që erdhi nga qielli, që sipas gjermanëve, këta Harianët nuk vinin nga qielli thjesht sepse zbritën nga qielli, por vinin nga një vend eksakt. Dhe vendi sipas tyre ishte hylli Ilios, ose Ilir, ose Ilirët, sipas tyre, sipas gjermanëve. Dhe ndaj dhe Hitleri besonte verbërisht që Ilios, ose yll, ashtu siç e thoshte edhe Çlirim Xhunga, vjen nga ilirishtja e lashtë, dhe ishin pikërisht ilirët. Pra ishin racë ariane, pra Harianët, që zbritën nga qielli. Por ishin bijtë e tyre. Kur zotat zbritën nga qielli, u lidhen me gratë e tokës, dhe nga këta lindën gjigantët. Nuk e kishin fjalën për gigantë sipas Hitlerit, pra njerëz të bëshëm, por ishin gigantë sepse zotëruan tokën. Dhe këta ishin të bardhë. Dhe sipas Hitlerit ishin dy vende. Për atë ishin dhe më shumë, për ai dy vende gjeti të laboratorave që krijonin njeriun, pra që modifikuan njeriun. Njëri ishte në Egjiptin e lashtë dhe tjetri në Dodona. Po, dhe në vitin 1943 tregohet që Hitleri ka qenë pikërisht atje, në Dodona. Po, e di që për dikë këto duke si fantazi, por le t'i marrim si fantazi. Dhe ndiqeni me vëmendje gjithë rrjedhën e historisë dhe çfarë ka ndodhur. Ku tregohet që vetë Hitleri nuk ka vdekur, ai vdiq pas vitit 1968 apo 70, një gjë e tillë, sepse një sozia e tij u doq në vendin e tij dhe ishte biri një hebreu. Dhe sipas gjasave, gjithë lufta u bë për të krijuar shtetin e Izraelit, dhe nga të paktën kështu thuhet, dhe nga ai moment ai, me fjalë, gjatë asaj periudhe ai bëri dhe zbulime të tjera, bile edhe në Shqipëri, në zonën e Ohrit, tregohet që pikërisht aty ka bërë gjetje madhështore, që nuk mund t'i themi ato gjetje, sepse pikërisht në vitin 1987 ka ardhur dikush që ka marrë diçka tjetër akoma më të rëndësishme pikërisht aty. Pra, nga të njëjtit njerëz të Hitlerit, me fjalë aleat. Dhe tani doja t'ju thoshja, kush prej jush ka dëgjuar për racën ariane? Dhe çfarë mendimi keni për racën ariane? Mund të jetë vërtet gjithë kjo histori që tregonte Hitleri, dhe si është e mundur që në kontinentin e akullt të kenë jetuar njerëz të tillë
që nuk ishin njerëzor, dhe ne nuk i kemi zbuluar. Po sikur të jetojnë ende aty, pra nën ujrat dhe nën akull, edhe pse na duken si fantazi, nën akullin e lasht të këtij kontinenti. Dhe ne nuk e dim ose janë ende dominator të botës. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Le ti marrim këto si fantazi, por sikur të jetë e vërtet. Kalofshi bukur.